Apeli i gjykatës së posaçme urdhëron SPAK-un që të hetojë kryebashkiaken socialiste të Lushnjës Eliselda Sefa. Kjo e fundit është kallëzuar në SPAK nga një qytetar për falsifikim dokumentesh dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. SPAK ishte shprehur për pushimin e çështjes duke marrë edhe aprovimin e shkallës së parë, por qytetari me iniciale AH ka insistuar në apel përmes ankimit që Sefa duhet hetohet. Sipas kallëzuesit, Sefa ka kryer shkelje në procedurën e ndjekur për dhënien me qira të një pasurie publike në qendër të qytetit, ku pretendon se janë kryer veprime në kundërshtim me ligjin nga ajo dhe Këshilli Bashkiak Lushnjë dhe Sefa. Kallëzuesi pretendon se ka pasur falsifikime në shkresa, si edhe mbi proces verbale të dëgjesave publike, ashtu edhe në projektin për miratimin e dhënies me qira të një ambienti në rrugën Kongresi i Lushnjës. Rasti i dytë që denoncohet është mbi veprimet e Sefës, kur SPAK i kërkon praktikën e ndjekur për këtë çështje. Kryebashkiakja dyshohet se ka kryer veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, pasi Sefa nuk ja ka dërguar të plot organit procedurës materialin dhe kallëzuesi pretendon se kjo është bërë qëllimisht. Materialet, thot ankuesi, janë tepër të rëndësishme dhe hedhin dritë mbi faktin penal.